Nëse mbani aloe vera në shtëpi, atëherë nuk do të vuani kurrë nga këto 4 sëmundje. Aloe vera është përdorur për shekuj me radhë dhe gjithmonë duhet të dini se ajo është një lehtësuese e djegjeve nga dielli dhe jo vetëm. Ajo ka edhe një sër përfitimesh të tjera në bukuri. Kjo bimë ka më shumë se 200 aminoacide aktive nga ana biologjike, vitamina dhe antioksidues, të cilët janë vërtetuar shkencërisht se para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përmirësojnë gjithashtu lëkurën dhe mbështesin edhe shëndetin tuaj kardiovaskular. Në këtë video do të gjeni përdorimet praktike të aloe verës si produkt bukurie dhe shëndeti, gjithashtu edhe të cilësuar si një zgjidhje mjaft e mirë ushqyese për dietën tuaj. Sipas Bright Side do të rendisim në këtë video disa nga përdorimet më të veçanta të aloe verës. Ajo përdoret për të hequr grimin. Aloe vera, besoni ose jo, ka aftësinë të heqë grimin menjëherë. Mjafton të vendosni vetëm pak gjel aloe vera në një copë pambuku dhe më pas të hiqni grimin e fytyrës pa u lodhur fare. Largon rrullat dhe ngadalëson procesin e plakjes. Sipas një studimi të vitit 2009, i publikuar te revista Annals of Dermatology, nëse aplikohet maska me aloe vera çdo ditë për 90 ditë, do të shikoni një ndryshim të dukshëm të lëkurës, heqje të rrullave dhe rritje të elasticitetit në lëkurë. Rregullon dhe zbut edhe qimet e vetullave. Për vetullat sa më të bukura, mjafton të aplikoni pak gjel aloe vera në penelin për vetullat dhe me të lyeni vetullat. Përveç se do të shëndrisin më shumë, do të marrin një formë më të bukur dhe qimet do të jenë më të buta. Ul inflamacionet e lëkurës. Nuk janë vetëm aknet ato që shkaktojnë skuqje dhe acarimet të lëkurës. Aloe vera ndihmon në rastin e inflamacioneve që lidhen me aknet, pasi reduktojnë edhe skuqjen, megjithatë mund të aplikohen edhe në rastet kur nuk keni akne. E mban gojën më të shëndetshme. Një studim i vitit 2014 tregoi një përbërës të aloe vera që ndihmon në lehtësimin e dhimbjeve shëruese e ulçrave në gojë. Kjo bimë ul inflamacionin, entjen dhe ndalon gjakderdhjen e mishrave të dhëmbëve, dhe rezultatet që do të ofrojë janë vërtet fantastike për mbrojtjen e shëndetit. Sipas Bright Side, aloe vera është një parandalues shumë i mirë kundër komplikacioneve. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit janë në një mburojë shumë e mirë kundër problemit të radikaleve të lira. Gjithashtu ato janë pengues edhe për plakjen e qelizave të dëmshme, duke i neutralizuar dhe duke parandaluar rëndimin e problemeve të ndryshme. Mosha e bimës aloe verës ka një rëndësi të veçantë edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ndaj, nëse doni të përmirësoni shëndetin e lëkurës, atëherë përdorni bimën aloe verës, e cila duhet të jetë sa më e vjetër. Përdorimet e aloe verës në përditshmërinë tuaj do të japin rezultate fantastike edhe në përmirësimin e mbrojtjes së organizmit. Aloe vera është një alternativë shumë e mirë që ndihmon gjithashtu edhe sistemin tuaj tretës, ndaj përdorimet e saj mund të jenë gjithashtu edhe më të favorshme. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave që bëjnë mrekullin për tretjen, veçanërisht edhe të enzimave që gjenden te aloe vera që ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit dhe yndyrnave, të cilat do të shkaktojnë kështu edhe probleme me tretjen. Aloe vera përmban aminoacide thelbësore të cilat do të ndihmojnë edhe në përmirësimin e shëndetit. A e dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacide natyrale që kërkon trupi i njeriut? Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme. 8 të tjerat mund të merren përmes konsumit të pijeve dhe ushqimit. Aloe vera ndihmon edhe në shkëlqimin më të mirë të lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullin që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme që i duhen shëndetit të lëkurës. Mineralet kyçe si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani, fosfori, natriumi dhe zinku gjenden te bima aloe verës. Ndaj përdoreni këtë të fundit për të pastruar fytyrën në mënyrë që të dukeni për erë të reja dhe me lëkurë me shkëlqim. Aloe vera është një bimë shumë e mirë kundër akneve.
Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, i cili ka një rol kryesor në produktet e bukurisë, aloe vera mund të ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrën natyrore që prodhohet nga vetë lëkura. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut. Aloe vera përmban shumë enzima, por një në veçantë është shumë më e mirë për të luftuar dhe paksuar dhimbjet. Kjo quhet diskinase dhe ndihmon në zvogëlimin e inflamacionit të tepruar kur përhapen në lëkurë, për të larguar edhe dhimbjet. Të tjera enzim të bimës aloe verës mund të përdoren për të lehtësuar indet e lëkurës. I ftohti shpesh shkakton edhe probleme të shkatrimit të qelizave duke sjellë kështu edhe dëmtim dhe hapje të pjesëve të ndryshme të ekspozuara të trupit. Faza e këtij dëmtimi është 4. Fillimisht lëkura skuqet, krijon forma të lëngshme, dëmtohet dhe përfundimisht sipërfaqja e saj mund të rezultojë në humbje të mëdha. Aloe vera mund të jetë një alternativë shumë e mirë për qetësimin e problemeve të ngjashme dhe mund të jetë gjithashtu alternativa më e shpejtë që mund të përdorni në kushte shtëpie. Aloe vera ka veprime të mira për rritjen e flokut. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut të shëndetshëm duke rritur qarkullimin e gjakut në skalpin e kokës. Enzimat përbërëse japin aloe verës mundësinë që të jetë një lëndë e dobishme për balancimin e pH-it të kokës. Ajo redukton sheqerin në gjak. Diabeti është një çrregullim i metabolizimit të karbohidrateve i karakterizuar nga sekretimi i ulët i insulinës. Për këtë shkaqet, simptomat e trajtimit variojnë dhe duhet të vëzhgohen me kujdes. Një studim zbuloi se personat që përdorin aloe verën për 90 ditë patën një përmirësim të dukshëm të gjendjeve të tyre shëndetësore. Aloe vera përmban edhe element të mirë shëndetësor. Nga djegja e diellit e pickimi i insekteve, xheli aloe verës është një produkt i zakonshëm në çdo kabinet mjekësor, falë përmbajtjes së lartë të vitaminës C. A i përdoret gjërësisht për qetësimin e lëkurës, por a e dini se kjo bime fuqishme mund të sjellë përfitime edhe më të mëdha për shëndetin? Lëngu i aloe verës rezulton të jetë një mënyrë efektive për të përmirësuar shëndetin tuaj të përgjithshëm. Para se të shtoni në listën tuaj të blerjeve, është mirë të dini se ekzistojnë 2 lloje kryesore të lëngut aloe verës. Zgjidhni gjithmonë lëngu që është bërë vetëm nga pjesa e brendshme e gjethes, këshillon dietologja Mia Sin. Ky version përjashton edhe lateksin dhe minimizon edhe problemet lateksive. Në këtë video, Mia Sin dhe specialistët e ushqyerjes Jen Silverman për MD ndajnë përfitimet e lëngut aloe verës dhe këshilla se si duhet ta përfshini në rutinën tuaj ditore. Përfitimet e lëngut aloe verës sipas ekspertëve do t'i rendisim në këtë video. Ato janë të pasura me vitamina dhe minerale mjaft të çmuara për mbrojtjen e shëndetit. Aloe vera përmban një sër vitaminash dhe vepron si antioksidant. Përfshirë këtu vitaminën A, vitaminën C dhe E, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga stresi oksidativ. Gjithashtu përmbajnë minerale të rëndësishme si kalcium, krom, bakër, hekur, mangan, kalium dhe zink. Lehtëson gjithashtu edhe problemet e kapslëkut. Për shkak të efekteve laksative, lëngu i aloe verës ndihmon për të përmirësuar lëvizjen e zorëve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si zgjidhje afatgjatë. Përdoreni me kujdes dhe gjithmonë konsultohuni me mjekun tuaj. Filloni me doza të vogla dhe zgjidhni lëngun që është më i përshtatshëm për dietën tuaj. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë shkatrimtar i akneve. Duke ndihmuar në hidratimin nga brenda, lëngu i aloe verës ndihmon në përmirësimin e gjendjes së lëkurës dhe e bën atë më të shëndritshme. Një studim i vitit 2015 zbuloi se përdorimi i ekstraktit aloe verës te personat prediabetik ndikoi në uljen e niveleve të sheqerit brenda 4 javëve. Por gjithashtu është e rëndësishme që në përdorime të tilla të konsultoheni vazhdimisht me mjekun tuaj. Lëngu i aloe verës ka veprime të mira antiinflamatore dhe forcon edhe sistemin tuaj imunitar. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.